Shqipëria e Edi Ramës, një kartel që po vret shpresën. Shqipëria sot nuk është më thjesht një vend në krizë, është një teren i pushtuar nga korrupsioni, krimi i organizuar dhe politika klienteliste që e kanë kthyer në një kartel të vërtetë. Ku drejtësia është një farsë dhe qytetari i zakonshëm është peng i një sistemi që ushqehet nga padrejtësia. Ky vend është shndërruar në një laborator të korrupsionit ku pushteti ndërtohet mbi pazare të pista dhe aleanca të fshehta me oligarkë dhe trafikantë që shkruajnë fatin e një kombi të tërë sipas interesave të tyre. Të gjithë e dim se tenderat e qindra miliona eurove ndahen në tavolinat e miqve të qeverisë, ndërsa shqiptarët mbeten pa ujë, pa rrugë dhe pa dridhë. Shqipëria sot është e fundit ose e parafundit në çdo renditje ndërkombëtare për zhvillimin ekonomik, të drejtat e njerëzit, shëndetësinë, arsimin dhe drejtësinë. E megjithatë, Edi Rama vazhdon të mbajë shfaqjen si një artist i pikturave, duke e lyer realitetin me ngjyra të rreme, ndërsa vendi po shytet çdo ditë në errësirë. Çfarë drejtësie kemi ne sot? Një drejtësi e kapur që arreston të varfrit për faturat e energjisë, por kur nuk guxon të prek ministrat e korruptuar, deputetët e inkriminuar dhe oligarkët që kanë grabitur çdo pasuri publike. Shqipëria është bërë një teatër kukullash ku drejtësia shërben vetëm për të trembur të dobëtit dhe për të mbrojtur të fortët. Ndërkohë, të rinjt ikin çdo ditë me autobus dhe avion pa kthim, duke e parë këtë tokë si një ferë që nuk të lejon të jetosh me dinjitet. Një vend që nuk ofron asnjë perspektivë tjetër përveç se të bëhesh palë me pushtetin ose të largohesh për të mos parë më këtë maskaradë. Edi Rama ka krijuar një Shqipëri kartelesh, një laborator mafios ku gjithçka është në shitje, nga pasuritë publike deri tek e ardhmja e fëmijëve tanë. Dhe të gjithë e dim pse, sepse kështu e do klientela që e mban në pushtet, ajo klientel që do vetëm tendera, leje ndërtimi dhe favore për pushtetin personal. Shqipëria sot është një flusk sapuni që do të plas shpejt, sepse nuk mund të mbjetojë mbi gënjeshtra, vjedhje dhe krim. Ky vend nuk mund të jetojë me një qeveri që ka vendosur të mbyll syt përpara varfërisë dhe padrejtësisë, ndërsa hap xhepat për klientët e saj të preferuar. Nuk jemi më në vitin 1997, por po jetojmë një tranzicion të pafund që po e fundos këtë vend në një humner nga e cila vetëm një revolucion moral dhe institucional mund të na shpëtojë. Sepse kjo Shqipëri e Edi Ramës nuk është Shqipëria që na takon. Kjo është Shqipëria e kartelave dhe e krimit. Nëse ka ende një shqiptar që e do vendin e vet, tani është koha për të kuptuar, ky sistem duhet rrëzuar, sepse është i kalbur deri në palc. Kjo qeveri nuk është më qeveri. Është një band që po e merr peng të ardhmen e një kombi të tërë. Ndaj kjo është thirrja e fundit, Shqipëria nuk është një flusk sapuni për të na mashtruar me propagandë. Shqipëria është jeta jonë. Dhe është koha të zgjohemi para se të jetë vonë.